fillim kam mik jashtë. Po. E din për me bo, për me I marrë mundësit për me bo muzikë. Kam mik jashtë, kam rrezikuar, e kam punu shumë punë, shumë gjëra, e kupton? Për me bo diçka me marrë atë që du me bo. E kupton, mundësit e para që mu kanë dhonë, kam pas kalu shumë gjëra të vështira në Francë edhe... Çka nën kupton gjërat vështira, na I rrëfe këtë pjesën? Gjërat vështira për shembull kur fillimet e para jashtë. E kupton? Po. Fillimet e para kam rreziku, bro, kam flet jashtë, ka pas ditë që... Jo, bre. Po, bro. Si jashtë? Po normale, sepse jeta e vështirë kjo është. Jo, nalu. Duhet me I kalu këto, si me ardh këtu. Ke tu, Po, bro, kam jetu edhe jashtë. Po, momente jashtë, kam flet jashtë me familjen. S'është se kemi pas shumë mundësi, e kupton? Po. Kemi pas raste edhe s'kemi pas mundësi as me hongër, e din. Mundësit e para që mu dhanë mua ne, ku isha në Francë, mundësit e para që mu dhanë, nuk desha me bo asgjë për veten, apo me hongër, apo me ble diçka, roba. A din, thjesht kam ble pajisje për studio. Thjesht me bo ëndrën ti me realitet. Atë që du me u bo. I gjithë qëllimi jetës time ky është.